Sepse ka patur ndarje, plus minus tash mos më kapni për fjale plus 2% plus 3%. Por unë dua tani të hyj dhe të numëroj të gjitha objektet të rëndësisë të veçantë që janë bërë në pjesën ku jetojnë shqiptarët nga qeveria e Republikës. Ishin këto pjesë e bisedimeve dhe pse nuk u morën? Sigurisht ka qenë pjesë e diskutimeve. Por tani, merë Ministrinë e Mbrojtjes, merë Ministrinë e Drejtësisë, merë Ministrinë e Ambientit, merë Ministrinë e Ekonomisë. Pse mos merret drejtësia, pse mos merret financa? Edhe financa, pse të merret drejtësia, mos merret financa? Po, sepse ai ka 400.000 vota. 450.000 vota. Edhe asgjë nuk mund bëj qeveri pa juve. Dhe unë kam 116.000. Dhe unë nuk jam, ja. Ai nuk mund bëj qeveri pa juve, zoti. Kur do të ecish përpara, dhe vendos standarde që Ministria e Financave të punoj drejt, Ministria e Punëve të Brendshme të punoj drejt, Ministria e Drejtësisë të punoj drejt, Ministria e Mbrojtjes të punoj drejt, Ministria e Ambientit të punoj drejt. Nëse të punohet do marrë ndonjë tjetër parti shqiptare në pushtet? Nuk është qeveri që duhet për kushtimin ta bëjë vetëm tek një etnitet ose zgjidhet një ministër nga komuniteti i Maqedonisë dhe ai duhet të interesojë vetëm se trajtimi i bashkëqytetarëve të tij Maqedonës dhe ti anashkalojë dhe ti shqiptarët. Thotë, ato që zgjidhen, ato kanë përgjegjësi për gjithë qytetarët e Republikës së Maqedonisë dhe ata të zgjedhur të Bashkimit Demokratik për Integrim që janë aty janë që përfaqësojnë jo 116.000 votues të bashkimit, jo 116.000 votues të vet, po gjithë qytetarët dhe edhe gjithë shqiptarët. Zoti Ahmeti që po flitin, kjo është idealja. Dhe dhash Zotit vit dita që tjetë ashtu dhe të bëhet. Dhe unë mirë po ne deri tani jemi dëshmitar se kjo nuk ndodh në Maqedoni ende fatkeqësisht. Ndërse disa ministra për dikë kanë qenë nën, për dikë kanë qenë njerë. Dhe asgjë nuk t'jep garanci se duhet të flesh qetë se gjithçka do të luzoj këtu në Maqedoni. Jo me lulzu, po për shembull, duhet me pas fakte. Do të flasim për të luftuar diçka të keqe, duhet në tavolinë ta vendosim këtu dhe themi është vepruar padrejtisht 1, 2, 3, 4, 5 që të dimë se çfarë mos është marrin ndaj asaj të keqe, si ta luftojmë atë të keqe. Dhe jo vetëm të krijohet huti dhe të krijohet pasiguri tek qytetarët, se vërtet këtu ka ndodhur një katrahur, këtu ka ndodhur një gjamë e madhe se shqiptarët as trajtohen, as përfillen, as llogariten si qytetarë të këtij vendi, ja kupton. Sepse nuk është mirë për qytetarët në Republikën e Maqedonisë, për qytetarët shqiptar, po edhe për ata maqedonë, sepse ti kështu pa argumente, pa fakte, fillohet përplasja ndëretnike, sa e qytetari i rëndom. Kush i ka inicu, kush i ka ngasmu këto marrëdhënie ndëretnike gjatë mandatit të kaluar, që edhe ju vetë ishit brenda në qeveri? Kush ngasmoi me projektin 2014? Kush ngasmoi me Kalan? Ishin shqiptarët ata që ngasmuan? Nuk kanë qenë shqiptarët, po kanë qenë projekte të cilat ne kemi thonë hapur, që nuk ka arsye për shembull në sheshin qendror të ndërtohet një kish, nuk ka arsye që njerëzit i fusim në konflikte ndërfetare. Unë fjalën e kisha aty se nuk kanë qenë shqiptarë që kanë provikuar këto raste. Sepse për pjesë tjera, për shembull, këto ndërtesa që janë bërë këtu afër, gjykata kushtetuese, teatri, ato janë për të gjithë qytetarët, ose Ministria e Jashtme për shembull, sepse shteti po paguan qira për gjykatën kushtetuese, shteti po paguan qira nëse nuk gaboj për Ministrinë e Jashtme, pse mos ketë objekte të shtetit. Po, jemi ballafaquar me një situatë të tillë, për shembull,
me ngritjen e përmendorëve të shtatorëve, që u dasht me bisedu, sepse ne ndodhëm pranë një programi. Ne i dim, domethënë e kemi parasysh këtë ato që përpara një situate që fjala ime ishte vetëm se ne nuk i kemi provokuar, zoti Ahmeti, gjithsesi shqiptar nuk i kanë provokuar as çështjen me enciklopedin, as me maqedonishtën nga klasa e parë, as me kishën në Shesh, as me projektin 2014, as me kishën në Kala. Aty ishte fjala ime. Edhe kjo tregon se për dikush është nën, për dikush është njerë, dhe nuk i trajton qytetar e barabartë, si qytetar barabartë të këtij shtetit përbashkët që kemi. Unë mendoj që për të gjitha çështjet kemi dhënë përgjigje dhe kemi gjetë zgjidhje. Për enciklopedin, për ngritjen e përmendorëve, do thot për enciklopedin u tha fjala e fundit që kjo është provokative dhe ajo enciklopedi u hoq nga përdorimi. Mirë po, unë them, esenca është ajo se nuk jemi ne ata që provokojmë situata dhe për këtu është ajo se duhet kriju besimi më i madh, se duhet ty këtë besim që të jepet edhe me dikastere shumë të rëndësishme të udhëheqjen në shqiptar. Pse të mos udhëheqet? Pse mos ndodhet që vazhdimisht po kthejnë edhe një herë, fal, që pse mos jepet Maqedonasit të udhëheqje me sektorin për implementimin e marrëveshjes së Ohrit? Ajo marrëveshje nuk është e shqiptarëve vetëm, zoti Ahmeti. Ajo marrëveshje është edhe maqedonëve, është edhe turqëve, edhe gjithëve këtu. Ajo është marrëveshje që ajo kontratë shqiptaro-maqedone. Marrëveshja e Ohrit, tjetër është pse mos ta bëjmë maqedonës? Pse mos i lënë atij që ne kemi kërkuar, tjetër është që ne kemi kërkuar që në marrëveshjet e Ohrit të trajtohen edhe të gjitha ata komunitetet të cilët kanë qenë të marginalizuar, të cilat u kanë hequr të drejtat dhe janë futur në marrëveshjen e Ohrit. Dhe mos harrojmë se para 10 vitesh në këtë vend ka pas luftë. Mos harrojmë se për të ndërtuar paqen nuk është edhe aq e lehtë. Dhe unë nuk i nënçmoj, as nuk dua që të them se po ata le të bëjnë çfarë të dojnë. Jo. Enciklopedia ka qenë provokacion, por nuk ka qenë provokacion që është gatuar në qeverinë e Republikës Maqedonisë, sepse unë kam folur drejt për së drejti me zotin Nikola Gruevski si kryeministër, sepse me atë enciklopedi janë provokuar shqiptarët dhe ai nuk është pajtuar dhe ne arritëm mirë kuptim, po edhe të kuptohemi dhe në Akademinë e Shkencave përmes ndikimeve që patën akademikët tonë aty, që ajo të hiqet nga përdorimi. Por për 10 vjet plagët edhe nuk shërohen aq lehtë, sepse nëpër Biruca e Skaje ka janë fshehur element shovenist. Dhe unë nuk e kam grepin t'i gjej as qenë të langua se ku fshihen fashistët edhe nacionalistët edhe provokatorët në për institucione të ndryshme të shtetit. Dhe do mbetet punë permanente. Do mbetet punë permanente e të gjitha forcave politike në vend. Pavarësisht se janë pozit apo opozit, që fenomenet dukuri të cilat nxisin konfliktin ndëretnike t'i luftojnë dhe sa më parë barazi e qëndrueshme, barazi në mes të komunitetit shqiptar, maqedones dhe komuniteteve të tjera. Lojaliteti i shqiptarëve ndaj shtetit varet nga lojaliteti i shtetit ndaj shqiptarëve. Unë gjithmonë jam thirrur në këtë. Sa më lojal shteti të jetë ndaj shqiptarëve, aq më shumë shqiptarët janë lojal ndaj shtetit. Sa më parë që të mbyllen çështjet të cilat kërkojnë zgjidhje, aq më mirë është për perspektivën e shtetit dhe të qytetarëve. Po ama provokacione në vazhdimsi do kesh. Dhe ne, do thot si forca politike, duhet jemi të përgjithshëm që të menaxhojmë dhe të drejtojmë, të orientojmë drejt qytetarët e Republikës së Maqedonisë dhe të mos na ndodh ajo që na ndodhi para 10 vitesh dhe para 20 vitesh dhe përpara 60 vitesh, 44, 45 e 46, as mos të ndodh 68, as mos të ndodh 90, kur shqiptarët pa u pyetur fare u abrogua, u ndryshua kushtetuta e vitit 1974. Do të thotë që këtu të punohet në drejtim të afrimit dhe të barazisë së plotë. Jemi krejt në fundit të Ahmeti, tha të zhbë fuzion dhe bashkimi i programeve dy subjekteve dhe kjo do jetë
programi i qeverisë së ardhshme. Në pikat shkurta, çka konkretisht është marrë nga programi i BDI-s dhe të jetë program i qeverisë së ardhshme në 4 vjetët e ardhshme, dhe mos dale vëmëroja që siç ka bërë në 2-3 raste mandatin e kaluar, ka dalë gjitha të mirat që i ka realizuar kjo qeveri i prezantoi si të arritura vetëm të ministrave të VMRO DPMNE-s dhe jo të koalicionit. Tani unë nuk jam zemërgush, për shembull se ka dalë VMRO DPMNE dhe i ka përveçuar të gjitha programet. Por ju edhe do bëni krahasimet mes programit të Bashkimit Demokratik për Integrim, programit zellor, por në programin e qeverisë e Republikës së Maqedonisë, thotë kanë hyrë projekte madhore, siç është korridori 8, siç është sheshi Skënderbej, teatro, ndërtime të shtëpive të kulturës e kështu me radhë. Do thotë ato do jenë legale, do të jenë publike programi i qeverisë së Republikës së Maqedonisë. Aty nuk shkruat se është marrë nga programi i Bashkimit Demokratik për Integrim, por aty është programi i qeverisë së Republikës së Maqedonisë. Do thotë janë 10 projekte të cilat do thotë bartën fuzionohen në programin e Republikës së Maqedonisë. Do thotë ka patur mirë kuptim, ka patur bisedime që të dalë kryeministri me një program i cili do jetë i të gjithëve. Firmosje të koalicionit nuk do të ketë para opinionit? Mendon ju dhe Gruevski? Nuk nënshkruajnë pakt as stabiliteti, as pakt mos sulmimi, kështu që jemi shumë të hapur, edhe negociatat janë zhvilluar në frym shumë konstruktive, korrekte, të gjitha palët kanë qenë, dhe kur besimi është reciprok, do thotë në mes të grupeve që kanë negociuar dhe rezultatit të gjithë aty në negociatave, sigurisht që nuk do të ketë ndonjë nënshkrim për tradhti eventuale. I besoni fjalës Gruevskit do thotë? Nga marrëveshjet që kemi patur në mandatin e kaluar, do thotë ka qenë korrekt dhe i ka respektuar që të gjitha. Zoti Ahmeti, ju faleminderit që ndatë kohën dhe ishit mysafir ynë në studio. Faleminderit, dhe ju punë të marrë. Ju nderuar shikues, ju faleminderit për momentin. Bashkë mirupafshim.